Mirë mëngjes, ju urdhëroni. Përshëndetje, më së shumti dhe më së miri është telefononi si zotëria, me zë dhe me figurë, me video call. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje Andi. Përshëndetje, ju gjë me vëmendje dhe me kënaqësi fundjavë të mbar. Desha të pyes për pensionin. Po, patjetër. Se jemi të orientuar fare. S'keni faj, nuk keni faj. Të lutem. Unë kam pensionin 219 dhe 200 lek. Po? Do më thënë, po, ju kuptoj. 219 dhe 200. Jo, se e the si ata deputetët, se janë sa deputetë që ngatrojnë këto, po. 219.000 lek të vjetra, paga shumë. Po çfarë lloj pensioni merrni, çfarë kategorie, se këtë ndoshta ju mund të më thoni, se janë 5 kategori. I pjesëm. Pleqëri i pjesëm. Besoj qyteti, kështu urban, mos gaboj. Po, pra. Okej. Dhe 8 lek më shtuan. 8 lek. E ke marrë? Po pra se shiko, e harroj... Të dregoj e faturën. Të lutem. 8 lek të se. 8 lek i bje një kafe në muaj. Okej, të lutem. Se Soni, kolegun e gjithot e përfiton, po jo pra, Soni, përfiton a i sa shtot zotria. Sepse, e unë e kam këtu të kthej, ky lloj kategorie pensioni ka tavan 22.000 lek. Përfitojnë kompensim të ardhurave mujore, ndoshta me mendimin... Po, mbetemi në limë, mos u bezdis, na dëgjojnë edhe tjerë, se ju edhe e keni marrë dhe keni përfituar. Ju jeni shembulli më konkret se si do të përfitohet pensioni. Të lutem mendimin e kolegëve në regji, ta shohim me kamerën e gazetave, faqen e VKM-s që unë kam, pikën 2. Të lutem, në dëgjoj, e pa qoqolin. Dje edhe tabela, to se pension, vendimi qeverisë është 8.000 lek. 8.000 lek, po deri në këtë farë, deri 220.000. Unë e gjanë 19.200, me plëcove me 8 lek, ajo ma beri 220. Po. Dhe me thënë një kafe në muaj, që ma ka fare një muaj? Po. Le ta e që fare. Po. Atere, zotri, ju sa po e thatë vetë, të lutëm, mendim në regjist nëse e kam vendosur në... Po, okej, jemi këtu. Atere, unë po lexoj VKM-n, edhe atë që keni dëgjuar ju dje nga kolegu Fatos Çoçoli. Pika 2 e vendimit të qeverisë, përfitojnë kompensim ujor të ardhurave deri në 800 lek në muaj, personat me të ardhura deri në 22.000 lek apo deri në 220.000 lek të vjetra, si pas kategorive, ju, me atë që po më thoni, bëni pjesë tek kjo kategori. Dhe pensionin, për t'ja u shpjeguar, të lutem, ndjes dhe më prit 2 sekonda, se unë jam shumë qartë. Ndoshta duke thënë, unë e kuptojnë gjithë ata që në ndjekin se çfarë përfitojnë. Ju më shpjegohet shumë mirë. Ju e kishit masën e pensionit, me të vjetra, po e themi, 219.200 lek të vjetra. E keni marrë pensionin e ri të janarit, dhe u është shtuar vetëm 800 lek të vjetra, apo 80 lek. Është kështu. Dhe të ka vajtur rumbullak 220.000 lek të vjetra. Sepse ky është tavani. Do të thotë, ti, nga ky 8.000 lek që i vjetër, përfiton vetëm atë shumë që të shkon 220.000 lek të vjetra, sa që qeveria ka vendosur tavanin, pjesën tjetër nuk e merr. Po ta kishe 220.000 lek, nuk merri asnjë gjë. Dikush që ka këtë kategori pensioni si ju, dhe që ka 221.000 lek të vjetra, nuk përfiton fare. Të tjerë, që e kanë për shembull 217, do të përfitojnë nga ky 8.000 lek, që vetëm 3.000. Do plotësohet ky tavani 220.000, do plotësohet ky tavani 220.000 të vjetra dhe më nuk shkon. Ata që kanë 210.000 lek të vjetra, për shembull, ata po e marrin. Kjo është shembulli më konkret se si është ky bonus apo ky kompensim ujor, se ju edhe e keni marrë edhe tani të dëgjoj. Ndjes se tani të dëgjoj. Mora se kam njeri atje të sekurititrore dhe ma sqaroi kështu tekstualisht. Edhe dje ndoqa ato Çoçolin e pas tabelën. Po kjo është dje e pa drejt. Këto 8.000 lek doli Edi Rama, viti tjetër 2 fishi, viti tjetër 3 fishi, viti tjetër 4 fishi. Qa 4 fishi do marrun me 8 lek një kafe në muaj? Ajo që ne, shumë e vërtet, ajo që ne nuk dinim, kur doli Rama në 4 nëntor, kryeministri dhe i tha, ishin këto, unë e cilësova që darë dhe ka pishtin prapa, ishin këto tavanet, këto kushtet. Na i beri më ndjeqor. Në 30 vjetor, u miratua VKM-ja me detaje, dolën dhe këto kushtet.
Këtë ne nuk dinim, do më thënë kur e tha ai, e mësua me 30 dhjetore dhe ja kjo është situata, kështu që prandaj po diskutojmë. Po ky po i jep bonus ati më shumë le t'i japi, po ky 220 t'i jep më, kjo është zë fala zot tallen me njerëzit, tallen, le të tallen, se do vi dita dhe do tallen. Do vi dita do tallen, prit se hapër, po troketa jo, shojmë. Zotrim, ju keni përfituar eksaktësisht, kjo është nuk e di rastist fiks, 8 lek, një kafe. Jo 80 lek, jo 8 lek. 80 lek ose 800 lek të vjetra. Një kafe ta pis në lagje, jo brenda në kryeqytet, në lagje edhe nga një nuk të fiks. Jo ta marrësh filxhanin komplet. Ja, më merr filxhanin. Me 800 lek të vjetra në lagje e merr filxhanin. Mirë, për shaka të thash, të kuptova shumë qartë. Edhe irritimin tuaj edhe të gjitha. Ma përgjit e para 8 lekë, hajt, e dhja s'kishe, hajt na bëni. Faleminderit. Tallen me pensionista, le tallen. Të përshëndes. Do t'i vira, hajt. Të përshëndes.